Këtë pamje që shfaqen në ekran e përkasin një segment rrugor tepër të rëndësishëm që nis nga kryqëzimi i triurave përmes fushës së Myzeqes te lidh qendrën administrative të Tërbufit me pjesën tjetër të bashkisë Divjak. Por ajo që duhet të ishte një rrugë funksionale dhe mbështetëse për zhvillimin e zonës, sot është kthyer në një burim rreziku të përditshëm për qindra banor dhe fermer. Rruga ndërtuar vetëm 8 vite më parë ka degraduar në një mënyrë alarmante, duke fituar emrin një zyrtar, rruga me gropa. Gropat e mëdha dhe dëmtimet e shumta të asfaltit janë një rrezik serioz, sidomos gjatë orëve të natës, ku mungesa e ndriçimit dhe sinjalistikës e bën qarkullimin pothuajse të pamundur. Qytetarët e zonës shprehen të revoltuar, duke treguar se kanë bërë shumë herë denoncime, por asnjë nuk ka reaguar. Ata thonë se kjo rrugë është thelbësore për aktivitetin e tyre bujqësor dhe jetesën e përditshme, por trajtohen me neglizhencë. Mjafton të ecësh vetëm pak metra dhe kupton që kjo nuk është një rrugë, por një rrezik. Çdo ditë rrezikojmë jetën dhe dëmtimin e mjeteve, thot një prej banorëve. Për më tepër, banorët theksojnë se sa herë riparohet një segment, për pak kohë gropat rishfaqen, duke ngritur dyshime për cilësinë e punimeve dhe mungesën e kontrollit teknik, sikur të ishte e shtruar me rër dhe jo me asfalt, shprehen ata me ironi. Kamera e televizionit Apollon ka sjellë këto shqetësime direkte nga tereni, duke ju bashkuar thirrjes së banorëve për ndërhyrje të menjëhershme për një zonë e cila kontribon ndjeshëm në bujqësinë e vendit. Mungesa e infrastrukturës mbetet një pengesë serioze për zhvillimin dhe një kërcënim për sigurinë publike. Banorët kërkojnë jo vetëm riparime të përkohshme, por një zgjidhje të qëndrueshme për këtë rrugë që sot për sot ja vështirëson jetesën çdo ditë.